Në prag të 8 marsit, ditës kushtuar grave të dhënat e publikuara nga Observatori i Femicidit pranë Avokatit të Popullit, hedhin dritë mbi një realitet shqetësues të dhunës ekstreme ndaj grave dhe vajzave në Shqipëri. Sipas raportit, nga viti 2021 deri në vitin 2024, janë vrarë 37 gra dhe vajza, ndërsa 27 prej këtyre rasteve janë klasifikuar si femicide. Vetëm gjatë vitit 2024 janë analizuar 18 raste të dhunës së rëndë ndaj grave dhe vajzave. Për herë të parë, monitorimi ka përfshirë edhe tentativa vrasje, plagosje të rënda me dashje dhe raste të shkaktimit të vetvrasjes. Të dhënat tregojnë se në 72% të rasteve, dhuna nuk ka ndodhur papritur pasi viktimat kishin përjetuar më herët dhunë nga autorët. Në disa raste ato kishin kërkuar ndihmë dhe 5 prej tyre rezulton se kishin denoncuar dhunën përpara krimit. Megjithatë, në momentin e ngjarjes, asnjëra nuk kishte nën masa aktive mbrojtje, çka sipas raportit tregon për mungesë koordinimi mes institucioneve si policia, prokuroria dhe shërbimet sociale. Nga 19 autorë të identifikuar, 17 janë burra ose djem. Motivet kryesore të krimeve lidhen me kontrollin ndaj grave, xhelozin dhe normat patriarkale. Raporti thekson gjithashtu se 56% e rasteve ka ndodhur në zona rurale, duke treguar nevojën për më shumë vëmendje dhe mekanizma mbrojtje në këto komunitete. Pasojat e këtyre krimeve prekin edhe fëmijët. Gratë e vrara gjatë vitit 2024 ishin 9 të 33 fëmijëve, 9 prej të cilëve të mitur. Në bazë të këtyre gjytjeve, Avokati i Popullit rekomandon forcimin e mekanizmave për vlerësimin e hershëm të rrezikut, monitorim më të afërt të rasteve të dhunës dhe njohjen ligjore të femicidit si një vepër penale të veçantë. Observatori për femicidin u krijua në vitin 2024 duke bërë Shqipërinë vendin e parë në Ballkan që ka ngritur një mekanizëm të posaçëm për monitorimin e vrasjeve me bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave.